Kryetari i vetëvendosjes, kandidat për kryeministër për një mandat të ri, u përgjigj në një pyetje suggestive që vetëm u dasht me pohu pyetjen. S'pat këtu në gjë. Tha, padyshim janë montime dhe pjesë e luftës hibride. Tani Arbeni Fidoni kushtrimi mu më njohin. Dhe ata e dinë që unë nuk jam pjesë e luftës hibride. Unë kur shkruj, kur raportoj. Nuk jam pjesë e pazareve e as e luftrave hibride. Këto po ja u bëjt të qartë dy kolegëve të mi dashur, miqve të mi Arbenit dhe Fidonit. Do duhet të sfidoj me argumente, me prova. Dhe argumentet dhe provat janë aktvendimi i Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës, që hedh poshtë kallëzimin penal të Mimoza Kusari Liles kundër meje. Sonja Kusari Lila, për të mbrojtur në publik, duke ditur që është shtyr nga zoti Kurti për të bashkëpunuar me një terrorist si Milan Radojqiqi, më ka bërë kallëzim penal në Prokurisë Speciale. Dhe Prokuria Speciale e ka hedhur poshtë kallëzimin penal. Madje ka konstatuar, edhe bazuar në kallëzimin penal, që incizimi është i vërtet, nuk është i montuar, nuk është i prekur. Jas ka thëtë, prokurori Bekim Kodraliu, i cili ngriti akt akuzën më të madhe pas Banskës, e mbase me delikate se sa e Banskës, sepse nuk kishte njerëz, nuk ishin zbulu ata, nuk ishte pamje, nuk ishte kamera, por në hetim u zbuluan se kush qëndron prapa këtij sulmi terrorist, e jo si në rastin Banska, kur ishin edhe me fotografi, madje ishin arrestuar 3 terroristë, të cilët pastaj folën e prokurisë dhe treguan se kush është pjesë e këtij organizimi. Jas ka thëtë, në një pjesë, prokurori Bekim Kodraliu në akt vendimin për ta hedhur poshtë kallëzimin penal të Mimoza Kusari Liles. Nga provat personale dhe ato materiale të bashkangjitura në shkresat e lëndës, pra po i referohet bashkangjitur në shkresat lëndës që i ka bashkangjit Mimoza Kusari Lila. Dhe pas analizimit të tyre, e në veçanti pas analizimit të bisedës së zhvilluar mes palëve, të publikuar në portalin paparazzi.com, me pronar Vebi Kajtazin, nuk është vërtetuar me asnjë veprim se të lartcekurit kanë konsumuar elementet e veprës penale në nxitje e përçarjes dhe mosdurimit, thuhet në akt vendim. Në një pjesë tjetër thotë kështu: pas analizimit dhe vlerësimit të hollësishëm të kallëzimit penal, shkresave dhe provat të lëndës, e në veçanti pas dëgjimit me kujdes të bisedës dhe pas dëgjimit të dëmtuarës që pretendoi të ishte Mimoza Kusari Lila, prokurori i shtetit ka ardhur në përfundim se në rastin konkret veprimet e ndërmarra nga i dyshuari, demek unë, nuk konsumojnë elementet e veprës penale. Prokuria Speciale e ka hedhur poshtë kallëzimin penal. Do ta publikoj komplet aktvendimin e prokurorit të Prokurisë Speciale, i cili konstaton, madje edhe vetë Mimoza Kusari nuk e konteston që biseda është e vërtetë. Dhe del Albin Kurti në kohë fushate, kur i duhen media, kur i duhet rana dhe kur e gjen një dritare për të gënjy, thotë se është pjesë e luftës hibride.